Arsim Bajrami është kthyer plotësisht punës akademike me pak ditë më parë, hoqi dorë nga kandidatura për president të Kosovës. Vendimin për të mos garuar, ai tha Kosovapresit se e mori në momentin kur u bindë se partitë politike nuk duan president unifikues dhe të pakontrollueshëm prej tyre. Kandidatura ime ka qenë një akt moral i dinitetit profesional, duke qenë që kam marrë pjesë në gjitha proceset e shëndërtimit, nuk kam dashur që shteti jonë të dëmtohet, jam vetë ofruar, kam ofruar shërbime të mira vetëm si kandidat konsensual. Por cila ishte arsyeja fillestare e kandidimit? Në momentin kur partitë kryesore kanë heqë dorë nga një kandidat i unitetit, një kandidat me përvojë, atëherë unë kam tërheqë kandidaturën sepse po shihet se liderët tanë politik nuk janë të interesuar për ta zgjedhur një president kredibil, por më tepër një president të cilin do ta kontrollojnë dhe do ta shndrojnë në një pejzatje të politikave ditore. Presidentja Vjosa Osmani e shpalli dekretin për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës, një ditë pasi kuvendi dështoi ta zgjedhë presidentin brenda afatit të 5 marsit. Gjykata kushtetuese ka vendosur masë të përkohshme më 9 mars deri me 31 mars ndaj këtij dekreti. Ky vendim ndalon çdo veprim të presidentës Osmani dhe të kuvendit, derisa masa e përkohshme është në fuqi. Kërkesa për vlerësimin e kushtetueshmërisë së dekretit të presidentës u dorëzua nga kryeministri Albin Kurti në emër të qeverisë, por Bajrami, që është edhe njëri nga hartuesit e Kushtetutës së Kosovës, nuk ka dashur ta komentojë se cili mund të jetë vendimi përfundimtar i kushtetuesës mbi këtë çështje. Po e presim gjithë me padurim. Lëvizja vetëvendosje në seancën parlamentare të 5 marsit paraqiti në momentin e fundit kandidaturën edhe të Fatmire Mulhaxha Kolçakut si kundërkandidate të Glau Konjufcës për president. Në mungesë të opozitës nuk pati korum për të votuar.